Një njeriu shku një ditë mu qetë një berber. Edhe i berberi këshillu, fatkeqësisht. Këshillu, s'po besoj Zot heq. Heq. Tu po muhabet, tu e qetë, që është bërë muhabet berberi me klientin e vetë. Tha Allah, qka Zoti, tha, qka kemë në apetina? Allah, Allah. Kë njëri i meqën është po shokat. Po shokat. Edhe, u kry, ja pa mujt i dull. Kur dull, në sokak e pa një njëri, edhe i parrume, i pa qetë, me flak, i shbo më zvet. Edhe shizverasna. Qa boni? Hini të berberi. Tha, aje në menti, aje mirti, aje së të një që ka bot, aje po këtoj që të shka keqa kalon flakt. Të aje normale, në kuptim qërtimit. Tha, qka ka ndodhë, qka nuk ka regu? Qysh me tha ti berber kështë e pëthu vetit, e pëthush njëri që po qethe, që njëri u met nuk dhe atje, të në të flak pa qethe, pa rruhe, pa... Ashtë ki po që gjithë, po vëllaj, ta së ardhë, më pa ardhë të une, do me thonë, e kësha qethe ka pare. Tha, që të prita, tha. Ashtë të Allah se shku kur, të shku të Allah, të kështë lypë për ti shumë, të kështë jepë shumë afta. Që ata jemi që është të i qaravesh të i prishtë, që ata jemi pa besit. Do të me shku taj me lutë në reqa i ti disë të knaqë, të në të njëra të jepë. Ndaj, duhet me të rëkit dhe në Allah të mas pari. A ti mi onë ku mas pari. Ase, ata e kemë na. Kej qka ki ati thuja, kej qka ki ankaju, apo, a ki bide që të një. Po, Allahu Gjelle Gjelalu në ndëgjan. Allahu Gjelle Vala në shah. Allahu Gjelle Vala në i din halët. Din krejt që ka kem. A i do me në një zonin. Do me të një zonin që po lip të pitina. Në janë kojë Allah, s'ko gale. Para Allah të ankohë, s'o marrë. Para Zotit s'o marrë më anku. Por ju që tjetë tradit e jona, ankesa, apo qërtimi, mësnëcia, nga se kjo nuk është sifat e muslimonit.